Ну и, конечно, устав его надо читать полностью. Karta OKB-s duhet lexuar në tërësi dhe jo vetëm pjesa që ju patjetër dëshironi të theksoni në këtë konflikt sot. Когда в 2008 году Kosovo Në vitin 2008, shtetet perëndimore shpallën Kosovën të pavarur. Në perëndim askush nuk debatoi për këtë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në përfundimin e saj tha: për këtë flet shpesh presidenti rus Vladimir Putin se nëse një pjesë e shtetit vendos në mënyrë të njëanshme të shpallë pavarësinë e saj, pëlqimi i autoriteteve qendrore është krejtësisht i panevojshëm. Duke abstrahuar edhe nga kjo, neni i parë i kartës së OKB-s është e pamundur ta shpërfillni nëse e lexoni seriozisht këtë dokument. Thot se të gjithë janë të detyruar të respektojnë të drejtat e çdo personi, pavarësisht nga raca, gjinia, gjuha dhe feja. Kjo është edhe karta OKB-s, zbatimin e së cilës e kërkon sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres në lidhje me konfliktin Ukrainas. Независимо от расы,